Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirdhuruesit. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begatitet madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar teleshikues të TV Ikres dhe ju të cilët na ndiqni përmes rrjeteve sociale, mirë se takohemi sërish këtu në studion e TV Ikres, ku sot mysafir special kemi hoxhën e nderuar Doktor Mixhit Efendi Osmanin, nënkryetar i komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, si dhe gjithashtu imam në xhami shqiptare në Salmsa Turgau, me të cilin do të diskutojmë dhe do të flasim mbi temën kriza e njeriut modern dhe koncepti islam i qetësisë së brendshme. I nderuar doktor, mirë se erdhët këtu në TV Ikre. Mirë se u gjetëm, i nderuar hoxha Efendi Musanif. Atëherë, mundësisht i nderuar, fillimisht nëse ka mundësi, na shpjegoni pak se apo e jetojmë fen apo vetëm e praktikojmë kështu në mënyrë utopike. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falemndërimet dhe lavdërimit i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Ata e falemndërojmë ndihmë dhe falje vetëm prej tij, kërkojmë dërgojmë salavat me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht ju falemndëroj për ftesën dhe respektin që na shfaqet përmes këtij programit dhe ju përgëzoj për aktivitetet dhe angazhimin që e keni. Gjithashtu i përgëzoj dhe gjithë atë stafin që ndron pas këtij programit në krye me ju. Ju falenderoj. I nderuar, njeriu sot jeton në një jetë paradoksale. Kemi kushte të skajshme. Kemi mjetet e udhëtimit tej modern. Kemi mjetet të komunikimit të versioneve të modeleve të fundit. Të gjitha i kemi, më thënë, institucione të kthehemi të shëndetësia, të çdo veshja, çfarëdo që na rrethojnë neve janë të nivelit më të fundit dhe më modern. Por a jemi të qetë shpirtërisht, krahas kësaj që i plotësojmë kushtet, i kemi të gjitha kushtet, ne ndjejmë një lloj zëbrastire shpirtërore dhe vijojnë depresionet, ankthet, streset, pakënaqësitë e kështu me radhë. Prandaj njeriu në qenjen e tij nuk është i ndërtuar apo i krijuar vetëm nga pjesa e trupit që e kemi, fizike. Jo. Ai posedon edhe pjesën shpirtërore, si dhe pjesën e mendjes apo intelektuale, i themi mendjes, aklit. Për këtë, gjatë studimeve apo përmes librave të literaturës islame, gjejmë thellësira dhe cilën Allahu Gjalleshanu wa Gjelle Gjelalu na thret neve në gjetjen e qetësisë përmes fesë. Çfarë do thotë kjo? Në kryerjen e adhurimeve, në përjetimin e jetës, ne nuk duhet të fokusohemi vetëm në përfundimin e ortopraktikës islame apo adhurimeve islame. Njeriu e fal namazin, e agjeron Ramazanin, agjerimin, e kryen një ritual të haxhit apo të umres, apo diçka tjetër, por nuk përjeton asgjë. Ku është kjo mangësi? Ku mund ta gjejmë këtë mangësi? Nuk është mangësia tek ende më shumë me bë. Për shembull, nëse shkojmë tek mjeku, themi që ky lloj ushqimi apo ky lloj terapi, të cilën na keni dhënë ju, na keni preferuar ju, nuk na bën mirë neve. Mjeku nuk thot ende më shumë bëre. Nga 6 orë tabletët dozë. Po pra, ende më shumë. Jo. Ai gjen një alternativë tjetër, ose një metodë tjetër, ose një diagnozë tjetër e kështu me radhë. E prandaj edhe në islam, ne mundohemi ta japim maksimumin në kryen e adhurimeve, por donjëherë ngecim në zbrastirat shpirtërore. E tash, çfarë është kjo zbrastirë shpirtërore? Ne kemi një krizë antropologjike, i thuhet. Krizë antropologjike, po, një krizë antropologjike islame. Duhet ta dim për kë jemi krijuar.
ku jemi krijuar, për kë jetojmë dhe ku do të shkojmë. E disa pyetje qëra në vijim. Nëse këto i dim, atëherë kemi një lloj qetësie. Ende më thellë me hi, nuk është se nuk dim si të jetojmë, ne dim si të jetojmë. Kemi kushte, kemi shkollime, kemi atë, kemi këtë. Por se nuk dim përse jetojmë, kjo është qëllimi më kryesor. I plotësojmë të gjitha kushtet, por orientimi nuk është i duhur. Zoti i plotfuqishëm në surën Bekare, në ajetin numër 30, thot: Inni ja'ilun fil ardi khalife. Pra, në dialogun mes melekëve dhe mes Zotit dhe melekëve për krijimin e Ademit alayhis salam, thot: unë do të krijoj apo do të krijoj një zëvendës, një mëkëmbës, një khalife në tokë. Ky term khalife nuk është vetëm si mëkëmbës. Në leksikon e gjuhës arabe, ajo ngjen edhe si një lloj stabiliteti ontologjik. Pra ne me konceptin khalife është për qëllim edhe përgjegjësia morale, edhe përgjegjësia e orientimit. Duhet të dim se ku jemi të orientuar. Prandaj, kur feja zbret nga gjuha në zemër, e nga zemra në sjelljet tona, atëherë njeriu fillon ta jetojë e jo ta praktikojë fen. Gjuha, zemra dhe reflektimi. Dhe dobësia jonë më e madhe është që pas kryerjes së adhurimeve të shpeshta, 5 kohë namaz e shumë të tjerë, duhet të parashtrohet një pyetje: unë si një rob i Zotit, a kam ndikim, efekt në jetën time? Këta adhurimet, a kanë efekt në jetën time? Nëse nuk kanë, atëherë ne vetëm e praktikojmë fen e nuk e jetojmë fen. Zoti na thirr, Allahu xhaleshan na thirr neve që ta jetojmë fen e jo ta praktikojmë fen. I nderuar, ju falënderit për këtë përshkrim kaq të bukur. Ajo që doja të shtoj është se a është problemi mungesa mjeteve të jetesës apo mungesa e kuptimit të jetës? Me që përmendet edhe ju se kohën në të cilën ne jetojmë, shohim se të gjitha kushtet janë të pjekura për një jetë komode, për një jetë normale, duke filluar nga teknologjia, ku thatë është më e sofistikuar se kur, aspektin shëndetësor, aspektin transport, ku ta di unë. Megjithatë, shohim se njerëzit nuk janë rahat, nuk janë të qetë, nuk janë të lumtur, kanë probleme më shumë themi shpirtërore se sa fizike. Megjithatë, a është mungesë e mjeteve apo nuk është e qartë kuptimi i drejtë i asaj se, siç përmendet edhe ju, se pse kemi ardhur këtë dynjë? Po. Shumë bukur, faleminderit për pyetjen. Është një term në sociologjinë moderne, hipermoderniteti. Ne jetojmë me një epokë të hiper të modernitetit. Dhe autori i saj është Gilles, po. Edhe ai potencon që gjitha kushtet i kemi, por posedojmë zbrasti shpirtërore. I nderuar, njeriu nuk është një qenie vetëm homo sapiens, pra vetëm nuk është një qenie thjesht. Ai ka fitra, ka kalb, ka ruh, ka akël e kështu me radhë. Por Zoti i plotfuqishëm na thot neve në këtë formë që ndoshta pyetja, pra përmes ajetit, ndoshta pyetja nuk është pse kemi humbur qetësinë. Pyetja është, a e kemi kërkuar qetësinë në vendin e duhur? Jo e kemi, më thënë ajo, pse kemi humbur qetësinë, a e kërkojmë në vendin e duhur? Allahu xhalla shanu wa xhalla jalalu, në surën Ra'd, ajetin 28, na thot: Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet, të përmendurit e Allahut qetësojnë zemra, shpirtra. Të përmendurit Allahut. Fjala itminan nuk do të thot vetëm një lloj qetësie. Nëse japim fjalorët e gjuhës arabe, tham që edhe më parë potencuam, ajo itminan do të thot stabilitet ontologjik. Edhe atë e kërkon feja, një lloj stabiliteti ontologjik.
Të kesh një lloj siguri ekzistenciale. Jo siguri ekzistenciale vetëm në mënyrë materiale. Ekzistenciale të dish se përse jenë në këtë botë, a ke emanet dhe përgjegjësi në këtë botë. Tjetër është ekuilibër emocional. Ndodhe mirë e keqja, kërkon Allahu tatma'inul qulub, të kesh di balancoj gjërat, stabilitet emocional dhe prehje metafizike. Gjithë këto që i shohim nuk janë vetëm çështje fizike, kanë edhe botën shpirtërore metafizike. Fjali që duhet të mbahet mend është: Kurani nuk premton një jetë pas prova. Kurani, feja, premton një zemër që nuk rënohet nga sprovat. Pra kjo është një fjali e thellë që nuk premton Kurani, rirahat, ti je musliman, rirahat, asgjë do të bëj. Ja. Ka fazë pas faze, sprov pas sprove. Por Kurani na premton, nëse më mbaheni, pra i mbaheni fesë fjalëve të Allahut, do të gjeni një zemër të qetë dhe do t'i kaloni të gjitha sprovat. Pra një zemër të fortë përballë sprovave. Imam Gazaliu në Ihya potencon që problemi nuk është tek zemra që është larg Zotit, nuk është këtu problemi. Allahu është gjithmonë afër, pra gjithmonë është afër nesh. Nuk mund të mendohet larg nesh. Ai është afër besimtarit, më afër se damari i qafës mund gjejmë ajete kuranore. Por problemi është që zemra ynë në këtë jetën që jetojmë nuk shfaqet dritë hyjnore. Nuk shfaqe elementet kryesore që i përjetojmë gjatë praktikave, gjatë bisedave, gjatë leximit të Kuranit, haditheve e literaturës islame kështu me radhë. Nuk shfaqe dritë, dhe kur shfaqe dritë, atëherë përmirësohet edhe gjendja e besimtarit. Prandaj, atë që dëshim të potencojmë është që Kurani na thret neve për një zemër të qetë, për një zemër që kërkon qetësi dhe të mbajtur, të lidhur me Allahun. Dhe Zoti i Plotfuqishëm në Kur'an thotë: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dhe kapuni për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Ky ajet është i gjerë, si çdo ajet tjetër ka dimensione të shumta, por dhe kapuni për litarin e Allahut. Ti, robi im, nuk mund të mbahesh vetë, thot Zoti. S'mund pa me su kap për litarin e Allahut, për fejen, fjalën e kështu me radhë të Allahu xhalla xhelalu. Faleminderit të nderuar, vetëm doja të shtoja edhe atë se, siç thatë edhe ju, Allahu xhaleshanu nëpërmjet Kuranit nuk ka premtuar jetë pa probleme, jetë pa sfida kështu me radhë, nga se edhe pejgamberi alayhis salam nuk tha se do t'ju lë pas juve një jetë të rehatshme dhe do jeni të qetë. Megjithatë ai përkundrazi tha se pas vdekjes time do të hasnin shumë trazira, ndërsa shpëtimtar do të jetë ai i cili kapet pas Kuranit dhe praktikës së pejgamberit alayhis salam. Bile edhe ajetin të cilin ju e lexuat dhe e potencuat, la bi dhikrillahi tatma'inul qulub, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut, këtu shpesh bie në pah edhe përmendja e Zotit është ajo që unë do thoja se është mungesa më e madhe që na bën që ne të harrojmë se pse jemi krijuar. Nga se edhe Allahu xhaleshanu në një ajet tjetër thotë: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dhe kush e kthen shpinën ndaj përmendjes time, për kujtimit tim, ai do të ketë jetë të vështirë me sprova e kështu me radhë. Me thonë, dhikri, pra përmendja Allahu xhaleshanu është pikërisht ajo e cila e bën që njeriu të di se ku ndodhet, për çfarë është krijuar, ka do të shkojë e kështu me radhë. Ju falenderit e nderuar, atëherë me që përmendëm problematikat, shkaqe se pse njerëzit janë të këtill, atëherë si ka mundësi apo si mund të arrihet qetësia e brendshme apo ajo shpirtërore tek një njeri modern, me që jemi në një modernitet dhe si ta gjejmë qetësinë shpirtërore. Ju falenderoj. Potencuat shumë bukur pak më parë shpjeguat edhe ajetin dhe jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në disa seanca. Më kujtohet shumë bukur një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ne kemi lexuar gjatë studimeve. Kthehet i dashuri ynë, përgjigjja e asaj, kthehet i dashuri ynë nga një luftë që e fitoi me krenaritet dhe sahabët ishin krenar
disa transmetime bisedot për luftën e Hendekut, disa për luftën të ndryshme kështu me radhë. Sido që të jetë, bisedot për një luftë me krenaritet e kanë fituar dhe kthehen sahabët me krenari në Medine. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i sheh në fytyrat e sahabëve diçka jo në rregull. Dhe u thot: "Ktheheni, jeni duke u kthyer nga një luftë e vogël në një luftë të madhe." Thotë: "Ja Resulullah, përsëri kemi luftë tjetër?" Thotë: "Po, e cila është lufta me dëshirat e nefsit të kësaj bote, me atë luftën për dëshirat materiale e kështu me radhë." I nderuar, Zoti i plotfuqishëm kërkon prej nesh që Islamin ta jetojmë e mos ta praktikojmë vetëm për sy e faqe. Ta jetojmë praktik, por duke jetuar dhe duke reflektuar dritë në jetën tonë. Zoti i plotfuqishëm, Allahu Gjalleshanu, na kërkon prej nesh që të jemi të lidhur me fenë e tij. Kërkon pjesën më kryesore, siç e potencuat dhikrin me e mbajt. E tash, si mund të ta rumbullaksojmë një zemër të mirë, një zemër që do të jetë gjithmonë në suazat e fesë islame. Është një thënie e bukur, thuhet që është Imam Gazaliun, po ka autor që e marrin për vete, thotë: "Men arafa nafsehu faqad arafa rabbehu." Ai i cili e njeh shpirtin e vet, veten e vet, ai e njeh, e ka njohur edhe Zotin. Pra, për me shku tek Zoti do të kalojmë përmes vetes tonë. Ne qetësinë tonë shpirtërore nuk duhet ta kërkojmë tek materialet. Të blej do të isha disa tesha të reja, të jem më i qetë, ta ndroj veturën, telefonin, e gjëra tjera. Jo. Në gjërat e përhershme që i ka kriju Allahu, siç është shpirti, qetësohet vetëm me gjërat e përhershme, siç është lidhja me fen dhe me Allahun. Në gjërat e përkohshme që janë, nuk mund gjejnë qetësi gjërat e përhershme. Jeta e kësaj bote është e përkohshme, materialet janë për të përkohshme, feja të zanë kënaqësi te këto nuk mundet, nuk shkon, nuk kanë frekuencat e njëjta. Gjërat që s'kan fund, siç e dim, është shpirti në parajs, vetëm për parajsën mendojmë pozitiv, edhe qetësi gjen vetëm nëse lidhemi me Zotin. Prandaj ta kërkojmë tek vetja. Ne kërkojmë në vende tjera dhe gabimi ynë është këtu. Është shumë me rëndësi të potencohet një ajet kuranor. Në surën Shuara ajeti 60. E dini më mirë sa ne, edhe të shkuesit e din, kur Musa a.s. u ballafaqua me faraonin përballë detit të kuq. Detin e kishte dhe ushtria gjigante e faraonit, në numër të madh gjigant. Njerëzit i tharët e Musa a.s. i thanë tash, Musa a.s. nuk tha un kam plan tjetër, un kam ushtri, si di çfarë do të bëjmë. Nuk i tha këto, nuk hini kësi tema, kësi bisedash. Ajeti është kella inne me'ja rabbi se jehdin. E që në përkëthit, asesi, kur asesi, thët me të vërtet, Zoti im, me'ja rabbi, Zoti im është me mua. Ai do të më udhëzoj. Nuk e di çfarë do bëhet, ama unë jam i sigurt që ai është me mua. Prandaj, çdo gjë që na ndodh në jetë, ta kemi Zoti është me mua. Çfarë do bëhet? Unë nuk e di, unë jam krijesë, Zoti jam. Mua atëherë vendi, ndihma e Zotit. Po, atëherë është qëndrimi i lartëmadhërismit. Prandaj, ta kemi parasysh që në gjërat që janë materiale, të përkohshme, nuk mund gjendet një kënaqësi e përhershme. Në gjërat e përhershme, siç është shpirti, gjendet qetësi shpirtërore vetëm me ato që janë të përhershme. Allahu Gjalleshanu, dhikri, feja, besimi që kanë të bëjnë me situatat apo me elementet fetare. Pra, edhe kjo në terminologjinë e psikologjisë është mirë të potencohet, është si një lloj reziliencë shpirtërore. Çfarë do të reziliencë shpirtërore? Tevekkul, edhe sabër, edhe largimi nga gafleti e kështu me radhë. Pra mbi këto terme do ta ndërtojmë edhe shpirtin tonë. Do të thonë ajo që i nderuar që përmendet është se një nga mënyrat që për të gjetë një njeri modern, një qetësi shpirtërore,
fillimisht i kthehet dhikrit, përmendjes Allahu xhaleshanu, ta njoh veten dhe ta njoh Zotin, siç përmendet atë fjalën, kush e njeh veten e tij e ka njohur edhe Zotin e tij. Dhe jo rastisht edhe një nga kategoritë e mistikës islame është edhe marifeti, pra njohja. Se njeriu atëherë kur e njeh esencën, di ka të orientohet edhe di se çfarë obligimesh ka edhe ndaj kësaj bote, por edhe ndaj Allahut fuqiplot. I nderuar, me që jemi edhe në fund të këtij emisionit, do kishim dashur një mesazh të shkurt për ata të cilët na ndjekin. Ju faleminderit. Mesazhi i shkurt është që jetën fetare, botën fetare, ta marrim me seriozitet dhe ta përjetojmë në shpirtrat tonë. Sepse vetëm nëse i kryjm elementet fetare, namazin e gjenim, vetëm i kryjm, nuk do të kenë efekt. Edhe do të shohim një grumbull të madh të kryerje të obligimeve fetare, por pa reflektim ndaj moralit tonë, ndaj shpirtit tonë. Mesazhi im është që ti mbahemi fort lidhjes me Zotin dhe duke i përjetu elementet fetare, jo vetëm me i praktiku, me e pyet veten, unë pasi që e kryva këtë namaz, pasi që e kryva këtë obligim fetar, a ndjeva diçka? Asgjë nuk ndjeva, nuk është rregull. Nuk do thotë që ta lëm atë, ta përmirësojmë, ta ndërtojmë ku është problemi dhe të lidhemi më fort me Zotin, duke përmend edhe dhikrin dhe shumë gjëra tjera që ndjejmë kënaqësi, e pas saj atëherë do të na përmirësohet edhe jeta jonë shoqërore. Sepse njeriu nuk jeton vetëm në botën e vet shpirtërore, ai ka familje, ai ka shoqëri. Nuk mund të themi unë jam shumë i mirë. Raportin familjar, raportin shoqëror, nëse nuk kemi efekte të bukura, atë ku shkon ajo jeta fetare? S'ka efekt. Njeriu ka botën e vet të saj, siç është pjesa është qenie sociale. Po pra pjesa me iman me Zotin, pjesa praktike dhe pjesa shoqërore. Të tutëra pjesët e kompletojnë njeriu në qenie ashtu siç kërkon Zoti përfuqishëm. Ishte një fjalë të fundit. Nderuar doktor, ne ju falenderojmë që ishit pjesë e këtij emisioni. Zoti shpërblet, falenderoj për respektin, për ftesën. Lutem Zotin që t'ju jep shëndet, jetë të gjatë dhe suksese në veprimtarinë tuaj atje. Urojmë që të kaloni pushim të këndshëm pranë familjarëve dhe shpresojmë t'ju kemi edhe herë tjera inshallah këtu në TV Ikre. Zoti shpërblet, falenderoj për ftesën, për respektin, dash Allahu që të jemi në shërbimin e tij, edhe ju falenderoj për për këtë angazhim kaq profesional, kaq bukur, në nivel të lartë. Ju falenderoj. Atëherë të nderuar shikues, ne jemi në fund të këtij emisioni, ju falenderojmë që kishit durim të jeni bashkë me ne. Lusim Allahun xhaleshanu për mirësi, begati dhe takohemi sërish në emisionin tjetër të radhës këtu në TV Ikre. Deri atëherë qofshin në mbrojtjen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.